Kryeministri nuk bisedon më me anëtarët e grupimit që drejton. Dyshoj se ka qenë ndonjëherë në gjendje ta bëj, sepse ai thjesht aktron. Ai mund të jetë edhe predator dhe performues në të njëjtën kohë. Partia, ministrat, kryetarët e bashkive, drejtorët patronazhist janë spektatorët dhe armiqtë e tij të betuar. Ai i përçmon ata në grup. Rrallë individi do ta pranonte përçmimin, por në grupe, partia apo edhe kombe, përçmimi mund të bëhet rregull, pasi i gjendur në grup individi ngushëllon veten duke normalizuar dhimbjen. Kërcënimet më të mëdha për lirinë dhe dinjitetin njerëzor nuk vijnë nga dhuna e hapur, por shpesh vijnë nga agresioni pasiv pothuajse i padukshëm, i cili kufizon vullnetin individual dhe guximin moral. Teksa shikon portretet e dëgjuesve të heshtur në agresionin pasiv të liderit, është e dukshme se sa të gërryer e kanë ndjenjën e vetëndjerjes përpara tij. Pas 12 vitesh në pushtet, partia është një trup politik i sëmur, i korruptuar, edhe pse i veshur bukur, një grupim i pakëndshëm, një përbindësh i Frankensteinit, shtypëse, antidemokratike, korruptuese dhe mizore. Ajo po përjeton një vazhdimsi të gjendjes së shpërbërjes, ku çdo ego e vogël e veçantë është një principat e vogël e pavarur më vete. Të gjithë duan të mbajnë egun e tyre të kënaqur, veten e tyre të kufizuar dhe të paprekur, ku pasiviteti jo vetëm që vonon progresin, por ai fuqizon shkatrimin. Rezultati? Ai që të lëpin më fort të kafshon më egër. Se kam një bir politik që të më vras për momentin, thotë Rama. Rama me kast nuk ka edukuar e rritur pasardhës të gatshëm që partia të mbetet të qëndrueshme, edhe pasi ai të jetë larguar. Kur ai të mos jetë më, Partia Socialiste ka nevojë për rindërtues që din të qëndrojnë në boshllëk, që thon të vërtetën pa kërkuar falje dhe që udhëheqin me llojin e guximit që rikthen shpirtin e grupit. Partia Socialiste nuk ka nevojë për një idealist të hollë, e as për një realist vrazhd, por për një lider, sytë të cilit mund të lexojnë qiellin, ndërsa këmbët e tij shkelin fort në tokë. Një njeri me simpati universale, por të vetëmërmbajtur, një njeri që e njeh fushën e emocioneve, megjithse nuk është skllav i tyre. Një lider për të cilin politika nuk është thjesht një spektakël apo hije kalimtare, por një lojë solemne që duhet luajtur me kujdes, pasi vendimet e sotme mund të kenë vlerë të përjetshme. Një burra grua që e konsideron politikën, mënyrën se si ndryshimi dhe mos pajtimi duhet të shoqërohen me kompromis dhe pjesëmarrje. Një lider që ngulmon nga e kaluara, megjithatë e di se mjalti i saj mund të sjellë një dobi vetëm në mënyrën të moderuar. Një njeri mendja të cilit skanon të tashmen, por nuk ma gjepset nga karremat e saj të arta. Një njeri që është i bekuar me aftësinë e parashikimit të së nesërmes. Një bir të tillë Rama nuk arriti, e me të drejtë nuk e shquan. Qëllimi i tij është që kur do të ndodhë largimi i tij, ai të lërë prapa jo më një parti, por një tokë të djegur, vështirë të ringrihet.